Shpejtësia, po, është fuqia jeme. Për të merën që ajo kam bukon. Erisi e ka shpejtësinë, aty është rreziku se unë jam pak më i kadalshëm. Por besoj që qëllimi jam është me shtin strep. Në qoftë se e doni më shtin huk, atëherë ajo është pozita ati, është në avantazh i bjen. A ka me mujt me një atë. Qëllimi jam është vetëm huku kundër Erisit. Asnjë mënyrë nuk e preferoj të luftoj me të në top roll, për shkak se është shumë i rrezikshëm. Të merri tash mund ta qim ato si një mjeshtër. Ja ku mund studentin që do përdojnë ai tash me marrë revenge. Unë me Burhanin kum pas praktika, kum pas mjaftueshëm dhe më ka befasu atër kur Erisi vetëm e ka mujt dhe nuk ka mujt Burhani të qëndroj, domethënë as një sekond. Edhe pse Burhani ka qenë shumë i fuqishëm, Erisi ka arrit ta përfundoj meqin me fitore. Aty është dyshimi, ako me mujtën e, apo jo, të shohëm të ashtatë. Të merri vetëm me qitë benzije. Të merri vetëm me qitë benzije. Sigur unë që kum qitë Burhani, më do me qitë edhe benzije. Unë jam underdog prapë në këtë herë, por underdog edhe me kalu test. Të merri dhëtë pak ja vu meno. Mesazhi për Erisin, unë për Erisin kam kogja respekt. Është e jarë meslera me, që thuj me nam. Shpresoj që do të kem një meç të pastërt. Po, vazhdojmë. Eris Krasniqi. Eris Renasi. Eris ta fletë Marinën me hi në podium. Tash është rava e Donit. Të Shoma kam na bune hyrje madhështore. Prej shikimit më doket shumë vend. Si duket e dëni me spret me i meq. A mendon se ka me mujt me ndoj shpejtësinë e Erisit? Heç nuk kam ndaj parashikim diçka, nuk po di çfarë niveli mundet me konë Erisi. Vërtet, është meq i paparashikueshëm. Vazhdojna me rundën numër 1, Erisi kundër e dënit. Emocione? Shpin nga Erisi! Rundën e fitues Eris Krasniqi. Eris Krasniqi. Shpejtësia triumfon prap. Shpejtësia bën vetën të shohim në rundën e dytë, apo ka ndonjë opsion e dëni për me ndryshu lyen. Besoj që ja ka thyr pak vetbesimin e Donit. Eris, trova në dorë më fort. Isa marrë qakë, sa po tasë, ma dhe më më shtrajnë. Ja po me nërësi. A orë ta që pësishëm dorë dhe da. Okej, vazhdojna me rundën numër 2. Eris Fergër! Vazhdojna me rundën numër 2. Rundën numër 2 do të me konë ma i flakët. Të shohim a do të kemi flash pin apet, apo e Doni do të arrijë me fitu strepin. Ta shqyqojmë. Koncentro! Eris, trova në dorë më fort. Koncentro! Eris, përvej shumë. Ta shqyqojmë, çfarë po ndodh? Trova në dorë, Eris! Definitivisht të dëni do të me hinë strep. Pa tjetër, është piga e ti ma e fort, po të shohim apo mundet me fitu. Dorë së mëja, Eris! Më jëmë shumë nalë! Më jëmë shumë Një fitore tjetër e radhës nga Erisi. Rundë numër 2 i takon Erisit prap. Edhe me këtë rast e kërkon edhe meqin kundër Maqedonëve në IES Trash. Eris, më shumë e radhë.
Vazhdojmë pak minuta na kanë mejtë për rundën numër 3. Besoj që tash që doni ka me lyp, me çdo kusht ka me lyp me fitu strepin. Pasnindin kryon e alë. Hej, Ariola. 40 minuta. 40 minuta. 40 minuta para. Vazhdoj me rundin e 3. Rundi numër 3. A do të mundet dhe Marina që ta ndroj lojen? A do të ketë një opcion B apo C? Si duket e ri si pak ka nisë mu lull në dorë me UP Energy. E dim që kondicioni nuk është pika ti ma fort, por të shohim. Po. Është konfirmuar referi grip. Okej. Çka po ndodh tash? Opa. Foul. Referi thot foul nga ona e dënit. Çlira? Njërën të doli keq, me të të valon, ja? Merri arrin me ndolë të tonë sa të pak e risin, por prapë Po shihet në mënyrë të palejuar me një foul. Si duket më i flak të rundi numër 3. Me sa e diun e doni nifet edhe për kondicion. Po, patjetër, Tepër se tjerë. kondicion është ma favorit se risi. Atë rundi numër 3, çka po na tregon rundi numër 3? Vetë të shihet. Referat po bojnë punën e tyre më të mirë. Vazhdojmë. Është konfirmuar strep match. Strep match. E doni në rundin e 3 më në fund arrin me fitu strepin, ku normalisht që nihet më stabil. Unë mendoj që do të ketë ndryshim rundi numër 3. Patjetër që arma më e fortë e Dorit dihet që është strepi edhe këto mujna me prit ndoshta rundin e parë fitu prej e Dorit. Okej. Po e tunë edhe më plotësisht. Të dy sportistët tash janë në tension. Rundi numër 3 na jep shumë emocion. Këtë garë. Ta shohim fuqinë e trellit i strep që ka kërku prej intervistës e përfundu meqin strep. Strepi definitivisht është një favor shumë i madh për ta. Ka fillu dhe loja mentale. Patjetër, E dëni është për lojë mentale shumë i përgatitur. të shohim e ri që apo bjen prej. Warning foul për e risin. Po, më që, atë gjithë.
Po, vazhdon edhe prap, vazhdon presioni psiqik e dënin ndaj Erisit. Është pjesë e lojës edhe kjo. Patjetër. Tmerri paralajmëron vdekjen e Erisit. Okej, tjetër mabat. Rundi numër 3. Okej. Foul për Jonës të Erisit. Foul për Erisin. Nga një foul e kanë të dy sportistat. Shtirim. Kujdes se jetu do nuve. Tani duhet bëjnë kujdes më shumë sportista sepse të dy të kanë një foul. Ashtu. Cili bën foul e hup rundin. Ej! Aja din ma mirë. Je, e shaj ma mirë se na. Aja shaj ma mirë se na, tha. Jo, nuk e këshillë kur për të këshilla më e thua atje. Apo duke ty Ariana, halojem rundin numër 3. Halojem rundin numër 3 edhe rundi ma emocional besoj që është prej të dyve. Edhe ma i tensionut. Po tjetër. Në rodhën e parë është normal frika pak prej faulit, që të dy të kanë nga një faul. Ashtë. Që shtojmë në zhargonin popullor, tetik. Po, të dy t'janë te. Si me fitu, si me u. Hajde të shumë, qëfar pëndodhë tash? Qëfar pëndodhë? E duni me sajt presin e ti. E qëra e Don Marino. E doni arrin me fitu rundin e parë për to. Shpresojmë të mos tjetë me ndu. 2-1 me runde për Erisin. S'ko lidhje të Dil jashtë, Metal, dil jashtë. Je i pa disiplinum. Edhe pa prind. Tu pra rundi numër 3, fitus e Don Marina. Ta shohim çka po na ofron rundi numër 4 tash, vazhdim. A do të mund Erisi të rikuperohet rundi numër 4 apo do të vazhdoj kështu i luajtur? Apo edhe të mirë do të arrijnë me fitu strepin në rundin e 4, sepse po që pas strep Erisi është koza ma favorit. Po, ma dominus. Dy me një do të thotë për Erisin, kundër e dënit. Në VM rundi numër 4. Po, pra vazhdojna me rundi numër 4. Erisi paralajmëron një rund ma tegër se rundin e 3. Eres, 'se le a bëjmë lash. Mirë.
Okej. Gjithsesi e doni do ta tenton të bëj slip. Patjetër strepin e kërkon çdo rond, po të shohim a mundet me fitu. Siç po shihet Erisi ka fillu mu mpi dora. Po, edhe është konstatuar refresh deri tash. Çdo lëvizje më e vogël konsiderohet warning foul. Okej, Erisi atje nga prezreni me mbëlsirat e tij. Erisi me shumë vetbesim në rundin e 4. Okej. Çfarë na tregon rundi numër 4? Mbetet e shihet. Okej, këtë është do të thotë strap match. E doni normal që është i gëzuar pas këtij strep meqi. Okej, vazhdojmë me rundin numër 4. Vazhdon rundin e strep, domethënë. Vazhdojmë rundin numër 4. E doni si të shihet, dihet shumë komfort. I kërkon referit që ta shtrëngoj strepin më shumë. Vazhdon trash talku nga e doni. Për të ndiku psikikisht tek Erisi. Po shihet. Erisi don fitore me çdo kusht. Okej, kjo është do të thotë Elbow foul nga Erisi. e doni atakon me side press. Një fall do të thotë Eris Krasniqi. Ka e duni pak është? Eris me rajsve. Mira. Okej. Kjo është Doni përsëri në pozitën e tij favorite. Erisi tenton me brakiall ta ndal, por si duket E doni kërkon elbow foul përsëri. Fituesi i rundit 4 është Edon Morina. rezultati 2-2. Parazohet gjithçka. Përfundon rundi numër 4. Rezultati 2-2. Siç edhe është parashikuar pe publikut, është të shkuar një meç shumë i zjarrt. Po, meç brutal është.
Okej, tash shihet se Doni është i ka nxjerrë edhe muskli. Erisi të kundërtën ka fillu mu lodh. Po, është e vërtet. Tash patjetër që hen në lojë kondicioni. E vërtet është. Shumicën e rastit kondicioni fiton. Ta shohim meqin e 5, apo mundet Erisi, Po, vazhdojnë. mos me leju e Doni me hinë strep. Vazhdojnë me rundin numër 5. Rezultati është i barabartë 2-2. Përsëri në referees grip. Çka do të ndodh? Betet e shihet. Okej. Okej, strap match. Strap match përsëri. E pritshme. Erisi si s'duket trashtallkun e kthen me feedback. Tre raundet e fundit janë të shku në favor të Edonit, për shkak se është të përfundu meqi në strep. E shikojmë edhe vetëbesimin e Edonit që e ka për momentin. Bostra thonave mendoj se Edoni është në favor tani. Po, edhe unë mendoj kështu. Po të shohim a ka në i befasi. Po të luja psiqike. Shqyqo të meri është i ege. Referin do Përsëri elbow fall për Erisin. Erisi me stilin e tij ma kujton stilin e Arsen Liljev. Njëmë se... Okej. Okej. Faulli i dytë për Erisin. Kujtos që rundit 5 dëmon është Edon Marina. Po, përfundon rundi numër 5, 3-2 për Edon Marinën. Edoni arrin domon me rikthy rezultatin në favorin e vet. Edhe pse në pushim duke bo masazh në dur, Edoni nuk ndalet se fuller. Po normal, pasi fiton 3 runda rresht dhe është gjendje me siguru strepin rundat e fundit, patjetër normal që rritet motivimi i Edonit.
Qandër, atlet qandër. Vazhdojmë me rundin numër 5. Rundi numër 6, faktikisht. Rundi numër 6. Realisht. Shkoj me referees grip. Okej. Erisi vazhdon me faul. Për krasit e Elbow tij, foul përsëri për për Erisin. krasit e Erisit e kritikojnë Erisin për të mos bërë faul. Patjetër, sepse edhe në praktik i është tërhequr rrejtja për faullat një pas njëshëm që i shkakton. Për këtë arsye normal që shfaqet edhe nervozizmit e tani në rund tjetër. Okej, ky rund Referat si duket është referat përsëri është në dyshim. thojnë për elbow foul. Po, ta shohim referat si po vendosin. Kërkohet replay. Dyshohet se Erisi ka bë faul. Është duke u shikuar ende në replay. Dhe nuk është foul. Edhe gjithçka përfundon me barazim 3-3. Çfarë meqi i zjarrt. Përfundon rundi numër 6. Mbetet vetëm rundi numër 7. Rundi numër 7 do të jetë vendimtari i këtij meqi. Merë qito se nuk po më i bin fije. Pas rishikimit, Prit veç pak. Mos vazhdo, mos vazhdo. Shko bre, shko. E dën, mos vazhdo, veç pak. Këshirë që ato, këshirë që ato. Qysh qëndrën puna? Dhe bëllon 3-3, ha? Rezultat. A faul? A, okej. pas rishikimit përsëri është konstatu elbow foul për Erisin. Pra ende jemi në rundi numër 6, ha? Po, Drejtoj një të dhe pak, se të edhe pak një të të shohim vazhdimin e rundit 6. Okej, një huk i fort prej anës dhënit. Strep match. Strep match. Këtë fa, nuk është fa. Ky vendusi.
Okej. Përsëri edhe rundi i 6 përfundon në strep. Rezultati është 3-2 favor të Eden Marinës. A do të arri Erisi me barazu rezultatin apo do të përfundoj me fitoren e Edonit 4-2? Mbetet të shihet. Rundi numër 6. Zgjat pak më shumë se që është paramendu. Realisht, rundi numër 7, a? Jo, është rundi numër 6, pasi është konstatu faull. Okej. Fitues që rundi 6 është Eden Marina. Po, fitues është Eden Marina. Me rezultatin 4-2, arrin me mposhtë Erisin. Gjumë të tërë. Po shashtash.